Përshëndetje të gjithëve. Jam sot në emër të Partisë Demokratike Dega Vlorë për të kthyer përgjigje deklaratave të kryetarit të Partisë Socialiste Klevis Kaso. Pasi shkeli idealet e prindërve dhe të afërmëve të tij, ti Klevis Kastriot Kaso, i dëshpëruar dhe i trishtuar që përfundove thjesht një shef kuadri për të futur ndonjë në punë, lulishtar apo sanitar, sot merr përsipër të propagandosh në media dhe të thuash se Partia Demokratike është e humbur dhe nuk i fiton zgjedhjet. I humbur je ti, që ke ngatruar rrugën në të cilën po ecën. Nuk e faj, e meriton. Sot duhet ishe në parlament, sipas renditjes së votave, por usta Rama të sistemoi. Atyre të Pushkës u dha ofiqe e grada, ndërsa për ty tha boll deri këtu. Dhe të sistemoi në atë godin, atje në themelet e Partisë së Punës, në themelet e rilindjes, sa për të dalë në media e për të thënë që në Vlorë s'ka Parti Demokratike, s'ka struktura, s'ka komisioner. Të themi mjeran e ke pak. Të kishe gjallë të parët e tu, do të bënin lanet, sepse ata e din mirë dhe kanë provuar kush janë komunistët, të cilve sot ti u shërben me etjen më të madhe për karrierë e grada. Nëse do të dish për Partinë Demokratike në Vlorë, më mirë pyet babain tënd, se ai e ka themeluar dhe e ka ngritur në orë e në ditë të vështira, me atë urtësinë dhe përkushtimin e tij. Në vend që të ulësh kokën përballë bryllave të rilindjes, të mbetet kohë të merresh me opozitën, në emër të gjithë antarëve, dhe nuk jemi pak, po ta themi publikisht. Përballë jush që keni 13 vite në pushtet, e një bashki që e mbani që nga viti 1998, të mbushur me trafikant, korrupsion dhe patronazhist. Kush të ka thënë ty se nuk kemi komisionere vëzhgues, se nuk kemi antar të ZAZ-s? Si duket, nuk e ke haberi nga kjo punë. 425 komisionerët në qendër të votimit, mos vallë na i dhe ti borç, zotrote për të mbushur fotot e fushatës tënde, more kushërinë e tu, dhe pse ata mbajnë mbi shpatula, vitet e Spaçit, Burelit dhe internimeve pa fund. E prap nuk ja dole. Kush do të ta linte radhën? Gjiknuri, Vullneti, Bruna, Çakërajt apo Arditi? Jo, ke humbur busullën ti. Rama e Çuçi erdhën i sistemuan ata që deshën, deputet dhe prefekt. Ndërsa për ty dhe bijën e sulajve, me gjyshe të pushkatuar, thanë ngroni në diell, s'kemi ku të çojmë tanët. Zamira Sina, vajza ati që vdiq me veprat e Enver Hoxhës në kokë, i rezervuan vendin e bekuar në listën e mbyllur. Sot, nëpërmjet kësaj deklarate, ne 3000 antarët e Partisë Demokratike Dega Vlorë të drejtohemi. Mundohu të kapësh ç'të kapësh dhe zgjidh e merr. Ose vazhdo t'i rish Ramës në këmbë dhe t'i puthësh dorën, ose përfundo ande nga e nise, shitës tapetash. Faleminderit.